Kombëtarja e Tyrkisë kualifikohet në botrorin 2026 pas fitores ndaj Kosovës në Prishtinë. Ndeshja në stadiumin Fadil Vokri i takoi skuadrës turke, e cila fitoi me rezultat 0-1. Në mesin e shumë tifozëve shqiptar në Prishtinë ishin edhe qindra turq. Ashtu siç filloi në mënyrë shumë miqësore, tifozët shkëmbyen uratat pas ndeshjes. Për zotin shumë zhgënjym jena pak me të drejtën. Kishim fituar do kishte qenë më mirë. Futbolli atë pumpa, dikush shumë, dikush fiton. Kosova'yı da tebrik ederiz. Güzel bir maç oldu. Taraftarlar da anlayışla karşıladı. Genelde Kosova taraftarının içindeydik. Büyük milli takımımıza da Amerika'da Dünya Kupası'nda başarılar dileriz. İnşallah finallerle, kupalarla Türkiye'ye döneriz inşallah. Shkëlqyer, fati nuk ishte me Kosovën. Për Turqinë normal janë ekip i madh. Fati ishte me ta. İstanbul'dan geldik, keyifli geldik, kardeş ülkeye geldik. Güzel bir maç izledik, hep beraber iç içe. Dünya Kupası'ndayız artık ülke olarak. Çok mutluyuz. 24 yıl sonra çocuklarımız da artık Dünya Kupası izleyecek. Çok mutluyuz. Si vëllezër të porën, ama kemi pas më shumë shansa na. Se më mirë kena lujt. Çfarë më top është ashtu. Inshallah ato lojët e tjera më mirë na lujmë edhe fitojmë. Tyrkia në botrorin e saj të tre do të jetë në një grup me SBA-n, Kanadan dhe Meksikën. Në kompeticionin më të rëndësishëm të futbollit, i cili fillon më 11 qershor, do të marrin pjesë 48 ekipe. Por ju për cilin do të bëni tifo?